Mbi 276 milion lek do investohen për ngritjen e një sistemi të integruar të transportit publik elektrik dhe inteligjent në qytetin e Beratit. Tenderi është hapur nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, ndërsa projekti parashikon jo vetëm blerjen e autobusëve elektrik, por dhe ngritjen e infrastrukturës së karikimit, stacioneve inteligjente dhe sistemeve digjitale për menaxhimin e transportit publik. Sipas specifikimeve teknike, pjesë e projektit janë autobus dhe minibus 100% elektrik. Autobusët urban, me gjatësi rreth 12 metra, duhet të kenë kapacitet prej të paktën 80 pasagjerësh dhe autonomi minimale prej 250 km me një karikim, ndërkohë që minibusët elektrik, të përshtatshëm dhe për rrugët urbane më të ngushta, duhet të sigurojnë të paktën 150 km autonomi. Investimi shkon për te elektrifikimit të flotës. Dokumentet parashikojnë ngritjen e një rrjeti stacionesh inteligjente, ku pasagjerët do mund të marrin informacion në kohë reale mbi mbërritjen e autobusëve. Sistemi parashikohet të shpërndajë informacion në 65 stacione inteligjente, në ekranet brenda autobusëve, në aplikacionin celular dhe përmes një portali online. Po ashtu do ndërtohet infrastruktura për furnizimin e flotës me energji. Projekti përfshin 5 pika karikimi me fuqi 50 kW për karikimin gjithë natën, si dhe 2 karikues të shpejt me fuqi 150 kW që parashikohet të vendosen në 2 pika strategjike në terminal dhe pranë spitalit. Sistemi do menaxhojë automatikisht oraret dhe fuqinë e karikimit të autobusëve. Një tjetër komponent është digitalizimi i shërbimit. Autobusët do pajisen me sistem elektronik biletimi, me mundësi përdorimit të kartave contactless, biletave elektronike me QR kod dhe aplikacioneve mobile.